kam depozituar një kallëzim për zonjën Emiriana Sako, për bordin e kullimit, për Ministrinë e Bujqësisë, për të gjitha institucionet që janë përgjegjës për përmbytjet e Durrësit. Ky është kallëzimi i dytë, ju bëj me dije mediave që kam depozituar dhe një kallëzim në 2025, në mars të 2025, një kallëzim ku i kam kërkuar Spakut dhe në veçanti ish drejtuesit të kreut të Spakut Altin Dumani për të marrë personalisht me këtë çështje. Atëherë çështja ka kaluar për mos kompetencë në Prokurorinë e Durrësit. Prokuroria e Durrësit e ka larë me shishën e verës sër Gysa Gasit 33.000 euro dhe deri më sot unë nuk jam thirrur në Prokurorinë e Durrësit dhe nuk kam informacion se çfarë ka ndodhur me përmbytjen e 2025-s. Rikthehemi tek përmbytja 2026-s. Atëherë kemi një investim rreth 19 milion euro për hidrovorin, ku vetë zonja Sako në statusin e saj, ku do ta ndaj për mediat, thot që Durrësi nuk do të ketë më probleme me përmbytjen. Ju e keni parë që jo vetëm se Durrësi ka 3 ditë i cili është nën ujë, por keni parë që këta kanë arritur të përmbysin edhe Gjirokastrën. E kuptoni se me çfarë bandet strukturuar kriminale,